Teksa viti 2025 po shkon drejt fundit, pritshmëritë për vitin e ri 2026 janë të shumta. Në një kohë reflektimi, qytetarët e Vlorës ndajnë vlerësimet e tyre për vitin që po lëm pas dhe shpresat për atë që vjen. Sipas qytetarëve, viti 2025 vlerësohet si vit i mbar, pavarësisht vështirësive ekonomike që kanë shoqëruar jetën e përditshme. Ata shprehen se krahas sfidave ka pasur dhe përmirësime që i bëjnë optimist për të ardhmen. Mirë, jo dhe aq keq. Ja rritet ato synimet që kisha? Paka shumë po. Jo 100%, po është edhe të themi 50% të tyre po. Çfarë prisni nga 2026? Do thoya të kishte më shumë lumturi dhe njerëzit mos ishin kaq të stresuar, të uleshin pak çmimet, edhe ndryshimi në rrogat ishte i vërtetë. Hyrja e temës duke lënë 25-ën, mos i paqim asnjë politika. Na lam pa ujë. Jemi pak pikkuj. 2 ditë pa ujë. More vesh, ja këto kam. Si ishte viti 2025, si do ta cilësoni? Shumë mirë ishte për ne. Ja rritët ato synimet që kisha? Edhe tani, na zorgëzuar, mirë jemi. Çfarë prisni nga 2026? Më mirë akoma, gjëra më të mira. Si ishte viti 2025 për juve? Shumë i mirë. Çfarë prisni nga 2026? Gjitha të mirat, mira presu. Si vitet e tjera, pa dyshim. Ja rritët ato synimet tuaja? Ne i kemi arritur dhe i kemi mbaruar të gjitha. Tani po rrim, kemi tjetër rrugë. Nga 2026 atë çfarë prisni? Shumë, shpresojmë të shumë. Pensionës na i rritet. Çfarë? Ne pensionista. Faleminderit. Unë jam 77 vjeç dhe pensioni ai ka qenë që më kam dalë dhe është rritur 20 vjeç në motoritë. Vjetër, Faleminderit. Inshallah që viti marë, të vërojmë kalon kështë i gëzuar, gjithë populli shqiptar të apesohet të ketë mbarësi e lumëturin familje, jetë, edhe shteti inshallah ndryshoft mundjen. 2026 presim më mirë. 2025 ka pas mira, po ka pas dhe Ja rritët ato synimet që kishit vendosur? po ne si pensionista besoj se jo. Kështu që presim Se jo? më mirë. Po tash i pensionistat aq kanë pensionin. Kështu që nuk mund të Të moshuarit presin nga viti 2026 të rritje të pensioneve, më shumë siguri ekonomike dhe paqe dhe harmoni në familjet e tyre. Ndërkohë, të rinjt fokusohen në pritshmëritë për rritje pagash, mundësi më të mira punësimi, përmirësimi i cilësisë së jetesës dhe shumë begati. Në prag të vitit të ri, mesazhi i përbashkët të qytetarëve mbetet shpresa për një 2026 më të qëndrueshme, me më shumë mirëqenie dhe mundësi për të gjithë.